Të gjithë e përdorin karafilin, por askush nuk e di se çfarë i ndodh kockave mëlçisë dhe trurit tuaj. Të gjithë e shijojnë aromën e karafilit. Shtimi i kësaj erëze të vogël në dietën tuaj të zakonshme mund t'i japë vitalitet dhe përfitime shumë të nevojshme. Në thelb, një lule e tharë, erëza e karafilit e ka origjinën nga bima tropikale me gjelbërim të prershëm të Indonezisë. Ato janë përdorur për shekuj në kuzhina të ndryshme si indiane, tajlandeze dhe indoneziane. Si pjesë e mjekësisë së lashtë tradicionale, përfitimet e karafilit kanë shëruar dhe lehtësuar një sër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Karafili është i mirë në luftën kundër infeksioneve me natyrë antibakteriale dhe lehtëson inflamacionet. Këto burime të pabesueshme të mineraleve, veçanërisht mangani, yndyrnave dhe të pangopura omega-3, fibrave, vitaminave bëjnë atë me përfitime të shumta për organizmin. Në këtë video do ju tregojmë se çfarë do të ndodhë me trupin dhe shëndetin tuaj nëse shtoni erëzën e karafilit në vlerat tuaja të shëndetshme ditore. Sipas Healthy Side do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga kjo erëzë. Karafili është një erëzë e fortë, por me shije që përdoren në gatime për të ofruar lehtësime natyrale në një sër shqetësime shëndetësore. Këto janë disa nga përfitimet shëndetësore të karafilit që vlen të përmendim. Ka veti të mira antiinflamatore. Eugenoli është një substancë e fuqishme antiinflamatore që gjendet në erëzat e karafilit. Eugenoli i karafilit është i njohur për uljen e citokinave, të cilat ndihmojnë me inflamacionin, si për shembull në artrit. Kjo është gjithashtu e vërtet për vajin esencial të ekstraktit të karafilit, një formë e zakonshme e karafilit që mund të luftojë inflamacionet e gojës dhe të fytit. Mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve. Efekti qetësues i karafilit është për shkak të përbërësve të tij aktiv, siç është eugenoli. Është një analgjezik natyral me veti antiinflamatore dhe mpirëse. Prandaj ekstrakti i karafilit mund të paralizojë përkohësisht dhimbjet nervore të lokalizuar kur aplikohet. Ky efekt qetësues ndihmon në trajtimin e kushteve si dhimbjet e dhëmbit, dhimbjet e muskujve dhe dhimbjet e kokës. Vetitë e tij antiinflamatore mund të parandalojnë prodhimin e substancave inflamatore, siç mund të jenë ato të cilat shkaktojnë dhimbje në trup. Karafili mund të ndihmojë edhe në shëndetin tuaj më të mirë oral. Karafili ka veti të mira antibakteriale, antiinflamatore dhe analgjezike, që mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbëve, në freskimin e frymëmarrjes, pra në kujdesin e shëndetit tuaj oral. Mund të vendoset pak vaj ekstrakt karafili në copë pambuku dhe të vendoset në zonën ku keni dhimbje dhëmbi ose mishra të inflamuara, por nëse nuk përmirësohet, kërkoni ndihmë mjekësore nga dentisti. Karafili është i mirë për shkak të vetive të tij kundër parazitëve. Karafili zotëron veti të fuqishme antiparazitare duke ndihmuar në eliminimin e parazitëve të zorëve, duke promovuar një shëndet më të mirë tretës. Ai ndihmon në nxitjen më të mirë të tretjes. Karafili është shumë i dobishëm për tretjen dhe stomakun, lehtëson dispepsin dhe pakson fryrjen. Disa përbërës të vajit të karafilit ndihmojnë në parandalimin e ulçrave të stomakut, duke mbrojtur mukozën e stomakut dhe duke parandaluar ulçrat peptike. Ka veti të mira antioksiduese. Karafili i kalon boronicat më shumë se 30 herë më shumë në përqindje antioksiduese. Antioksidantët janë thelbësor në parandalimin e dëmtimit të radikaleve të lira. Qelizat mund të bëhen edhe të mira për shëndetin tuaj kundër problemeve kronike, sëmundjeve neurologjike dhe simptomave të tjera të plakjes që dëmtojnë kështu edhe organizmin tuaj. Karafili ka në përgjithësi 14 deri në 20% në vajra esenciale. Komponenti kryesor kimik i quajtur eugenol, i cili është gjithashtu përgjegjës për aromën e fortë të karafilit dhe vetitë e tij të fuqishme medicinale. Në fakt, studime të shumta kanë zbuluar se përbërjet e karafilit kanë disa përfitime shëndetësore. Karafili forcon sistemin tuaj imunitar. Karafili është një nga ushqimet më të mira, të cilat mund të hahen me përmbajtje të larta të vlerave të imunitetit. Lulet e thata të karafilit përmbajnë komponentë që ndihmojnë në forcimin e sistemit imun, duke rritur numrin e qelizave të bardha të gjakut në trup. Karafili do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Karafili rrit sekretimin e enzimave tretse, prandaj ato mund të përdoren si receta për problemet e tretjes.
Për më tepër, karafili është i shkëlqyer për zvogëlimin e nervozizmit të stomakut, ulçrave të stomakut, nauzeve, dispepsisë, kapsllëkut e të tjera. Karafili ndihmon edhe në qetësimin e dhimbjeve të dhëmbit. Karafili përmban eugenol, i cili ka veti të mira anestezike, kështu që nëse keni dhimbje dhëmbi, vendosni një karafil sipër dhëmbit shqetësues për të eliminuar sikletin derisa të arrini te dentisti. Karafili do të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të mëlçisë. Karafili ka një sasi të jashtëzakonshme të niveleve të larta të antioksidantëve, të cilat janë ideal për mbrojtjen e trupit, veçanërisht të mëlçisë, nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira, citon dhe kamomil. Në fakt, në afat të gjatë, metabolizmi juaj rrit prodhimin e radikaleve të lira dhe lipideve, ndërsa zvogëlon antioksidantët në mëlçi. Karafili mund të promovojë shëndetin tuaj të kockave. Karafilet përmbajnë komponentë që rrisin rëndësinë e kockave dhe janë të përfshirë në prodhimin e indeve të tyre. Sipas një studimi të kafshëve, ekstrakti nga karafili në eugenol përmirëson disa tregues të osteoporozës dhe rrit dëndësinë e forcës dhe dëndësisë së kockave. Karafili ka veti të mira antibakteriale. Universiteti Buenos Aires testoi karafilin kundër disa llojeve serioze të bakterieve si Staphylococcus dhe Escherichia coli. Testi tregoi se vaji esencial nga karafili ishte efektiv në eliminimin e këtyre bakterieve. Për më tepër, vetit antibakteriare të karafilit madje mund të ndihmojnë në promovimin e shëndetit tuaj oral. Karafili ndihmon gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Karafilet janë të përsosur për njerëzit që vuajnë nga paradiabeti dhe diabeti, sepse brenda trupit ato kanë efekte të ngjashme si insulina. Sipas studimeve, karafili përmban edhe një përbërës që rrit marrjen e glukozës nga gjaku në qeliza, risekretimin e insulinës dhe përmirëson funksionin që prodhon qelizat e insulinës. Karafili ngadalëson koagulimin e gjakut. Karafili përmban gjithashtu edhe eugenol acetil, një tjetër përbërës aktiv mirëbërës. Sipas studimeve, acetil eugenoli është një frenues i fuqishëm i trombocideve, që do të thotë se parandalon grumbullimin e trombocideve në gjak. Grumbullimi i tyre është nga faktori që çon në formimin e mpiksis së gjakut ose gjithashtu edhe krijimin e një trombi. Karafili është një produkt shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj, duke u konsumuar vazhdimisht brenda normës lejuar dhe në mbikëqyrjen e një eksperti do të nxjisë një rritje të vlerave të trupit. Ai rrit shëndetin tuaj tretës. Uji i karafilit ndihmon me tretje dhe stimulon sekretimin e enzimave tretëse, duke ndihmuar në shpërbërjen e ushqimit në mënyrë efektive, duke ndihmuar kështu edhe në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Përbërësit natyral të karafilit lehtësojnë fryrjet, gazrat dhe dispepsin, duke bërë veçanërisht të dobishëm për ata me stomak të ndjeshëm ose probleme me tretjen. Pini ujë me karafil në mënyrë që të mbështesni tretjen. Nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Karafili gjithashtu mbështet shëndetin tuaj oral. Uji i karafilit është i shkëlqyer për ruajtjen e higjienës orale për shkak të vetive të tij antibakteriale dhe analgjezike. Ndihmon në luftimin e erës së keqe të gojës dhe zvogëlon inflamacionin, gjë që ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve dhe zvogëlimin e shqetësimeve të dhimbjeve të dhëmbit. Ai forcon gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Uji i karafilit është i ngarkuar me antioksidantë, të cilët janë thelbësor për mbrojtjen e trupit kundër radikaleve të lira dhe stresit oksidativ. Konsumi i rregullt i tij mund të ndihmojë në përmirësimin e funksioneve imunitare. Lehtëson çështjet e frymëmarrjes. Për ata që kanë të bëjnë me probleme të frymëmarrjes, uji i karafilit mund të jetë një mënyrë lehtësuese derisa të shkoni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar. Promovon shëndetin e lëkurës. Fal vetive të tij antibakteriale dhe antifungale, uji i karafilit mund të ndihmojë në prodhimin e elementeve mbrojtës për lëkurën kundër puçrave, pikave të zeza dhe njollave. Përdorimi i tij në mënyrë të rregullt sigurisht që do të nxjisë një sër përfitimesh për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij, citon Healthyside. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.